طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pas shkëputjes një mujore për shkak të muajit bekuar të Ramazanit, sonte po fillojmë një takim të ri me një libër nga Sheikh Useimi, në mënyrë të përgjithshme në një libër, kapja pas litarit të Allahut subhanahu wa taala apo kapja pas Kur'anit. Njëkohësisht edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si kapitulli i parë, Sheikh Useimi hafidhahullahu taala ka filluar me kapitullin mbi fjalën e Allahut të lartësuar. Ka filluar me ajetin kuranor ku thot Allahu subhanahu wa taala, ai që i mohon i dhujt dhe thot beson në Allahun subhanahu wa taala, thot është ka siguruar lidhjen më të fortë në të cilën nuk këputet kurrë. Ai që largohet nga idhujt, nuk adhuron tyrbe e varre, e adhurime të ndryshme dhe kapet pas lidhjes më të fortë Kur'anit, kur s'ka me humbë, me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Sepse fuqia e bindjes tonë dhe lidhjes tonë me Allahun subhanahu wa taala është shumë më e madhe se sa një person i cili kapet pas idhujve apo pas gjërave të kota. Herdo kur do ato kamilon me lejen e Allahut subhanahu wa taala. I ka përshkruar Allahu azza wa jall në Kur'an njerëzit të cilët adhurojnë dikë tjetër posa Allahut azza wa jall kur janë në vështirësitë më të mëdha, kur janë deti për shembull. Dhe e shohin vdekjen me sy. I lën idhujt. Çka? E bën adhurimin e sinqert vetëm në Allahun subhanahu wa taala. Sepse natyra e njeriu është aleikum salatullah, natyra e njeriu është se ky shpirt apo shpirti çdo njeriu është i lidhur me Allahun azza wa jall, ku Allah subhanahu wa taala kur i krijoi shpirtat më herët në fillim fare të krijimit, alastu bi rabbikum ju tha, thot a jo më në Zoti juj? Kalu bela, tha gjithsesi. Shpirtrat tanë vllazni e njohin Allahun subhanahu wa taala. Edhe shpirti i pabesimtarit, edhe shpirti i ateistit, nëse i hiqen ato sulmet e shejtanëve, qoftë për njerëz dhe gjinëve, ai shpirt e njeh Allahun subhanahu wa taala. Se e ka kriju Allahu azza wa jall. E ka pranuar Allahun azza wa jall si krijues. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Në çdo detaj të ka treguar Allahu subhanahu wa taala, në çdo detaj të ka kallëzuar Muhamedi alayhi salatu wasalam që mos mi bosh shirk Allahu subhanahu wa taala. Subhanallah, erdh personi te Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe i tha çka don Allah dhe ti. Dhe ti veç i tha. Tha po më shoqërosh mua me Zotin, me Allahun azza wa jall? Tha thuaj çka don Allah vetëm. Në një transmetim tjetër thot çka? Thuaj çka don Allah, pastaj thot çka don Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ai nim na vllazni shqiptar tek ne, mos ti shkon Allah i nalt, edhe NATO edhe dhe NATO na ishin farru. Ai thojmë çështu. Kjo është shirk. Nuk lejohet çto më thon. Mund të me thonë mos ti shkon Allahu, pastaj sebeb u bë dikush që na shpëtu me lejet Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, dije se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut, i cili është i vetmi meritor për adhurim, kërko falje për gjunahën tënd dhe për besimtarët e besimtarët. Për post që po ta kallzon shahadetin, Allahu subhanahu wa taala më njëherë po thot kërko falje për gjunahën tënd, se s'ka njeri që s'bën gjunahe. Si kur të kishte me pas njerëz, popull, që s'bën gjunahe, Allah kish me ekat popull për ati vani, kish me pruni popull tjetër, që adhuron Allahun azza wa jall, bën gjunahe dhe pendohet për gjunahet e tyre. Më thonë, ne nuk jemi me lajke. Është caktu vllazni prej Allahut azza wa jall, që ti ki me bo gjuna me vesh, me dëgjim, ki me bo gjuna me sy, ki me bo gjuna me goj, harroje. A mujmë me shpëtu për qëtënve të rijave? Harroje që mujmë me shpëtu. Por se innal hasenati yudhibne sejjat, me të vërtetë veprat e mira i fshin të këqijat. Ose
Qysh e ka përmend Muhamedi a.s. Kushdo që e kryen haxhin, thot kthehet në shtëpi i pastruar nga gjunahet, sikur atë ditë që e ka lind nona e vet. Madhështi. 20, 30 vjetje, 40 vjet, 50 vjet ke bo gjunohe. Dhe sinqerisht po shkon pe kryn haxhin për hir të Allahut subhanahu wa taala, po kthehesh i pastruar nga gjunahet. Disa kanë thonë, po gjunahet e mëdha nuk fshihen, duhet kushti veçantë. Jo. Njëri prej tyre thotë Sheikh Albani dhe një pjesë e ulemave, thotë jo, këto hin edhe për gjunahet e mëdha. Keni me dëgju për xhallarëve, disa thonë që duhet kusht, është kusht i posaçëm, po jo ka hadithe, përderisa po thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, ti ki mu kthy i pastër sikur atë ditë që të ka lind nona. Subhanallah. Edhe më thu shtrajt është 6.000-7.000 euro. A e dini vllazni, po më tregon një afërm, po flas para 50 vjetë. Zdi sa lira i shkon me shkun haq. Diku 30-40 lira të atëhershme. Sot 30-40 lira, a di sa i bëjnë? I bën diku 30-40.000 euro. Edhe ma shumë dështa. E kanë shkun haq atje. Ata kanë shkun haq vllazni 6 muj ditë. 6 muj. Ti sot shkon në Gjidde për 3 orë gjys. Edhe lodhësh. 6 muj ditë kanë shku. Edhe se kanë kajt me thonë shtrajt. E ti këtu shkon në haq, vip shkon me 7.000 euro. Nëse ta ka mundsu Allahu subhanahu wa taala me shku, shkoni dhe mos i përmendni parët që çaq shumë shtrajt ako e di unani ikni. Rëndësishme shkoni për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ju tregoj edhe një fetva të Sheikhul Islam ibn Taymiyas. Sheikhul Islam ibn Taymija ka leju mi dhon zekatin atij personit i cili ka qef me shku në haxh, s'ka mundësi me shku. E ka leju mi dhon zekatin personit. Ki zekat me dhon, s'ka shku, s'po mund me shku, jepja thot zekatin, le çkan. Kjo është fetva e Sheikhul Islam ibn Taymiyas, nuk është e jamja. Apo. Nga Ibn Abasi radiallahu anhu transmetohet të thënë, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam e dërgoi Muadh ibn Jebelin në Yemen, ka dërgu ambasador Muhamedi alayhi salatu wassalam, ka dërgu njerëz Muhamedi alayhi salatu wassalam me përhap dinin e Allahut subhanahu wa taala. Ku? Në Yemen. Edhe ja ka tregu rrethonat. Atje thot, o Muadh, thot ti po shkon te një popull që janë ahlul kitab, që janë krishterë, i thart librit. Thot, gjëja e parë që ti do të thrasësh, cila është? A i ka thonë lufta? A i ka thonë shpërthimet vetvrasëse? A i ka thonë kërcënimet? Jo. Gjëja e parë i ka thonë që ti ki me thirë. Alhamdulillah, ju vllazni që jeni në perëndim, jeni të e bo, jeni të i thirë në tauhid të Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot gjëja e parë që ti do thrasësh, thot është shahadeti. Nëse thot e pranën shahadetin, thuj çaj Allah që ti e ki pranu, të ka obligu me çka? Me 5 vakte. A e pranove, irhamukallah. A e pranove që Allah është hak, shahadetin e pranove. 2 pjesë të shahadetit. Atër thuj çaj Allah që ti e pranove, o musliman që jine në islam, e qele derën e islamit, u fut e brenda, çaj ta ka bo obligim shtyll kryesore që ta lyp çaj shahadeti. Ku do me shku pa namaz? E jo me shku sikur disa fetava, për shembull, që kanë qenë më herët, kanë dasht me pranu disa rus islamin, dhe çfarë ju kanë thonë, ata rusë ju kanë thonë, qëra na pe pranojmë shahadetin, pe pranojmë islamin, po s'u lëm alkoholin. Apo kupton? Ignoranti, çfarë i thotë jazbar. O vllai nderu, ajo është në shirk, ndërsa lënia e alkoolit, pirja e alkoolit është gjuna e madhe. Nëse ajo shpreh shahadetit, futet në islam, le të pinë alkool, po themi kushtimisht. Derisa të forcohet ai ka me lënë alkoolin me lenë Allah subhanahu wa taala. Lele të futet në islam. Sikur një femën dën me pranu islamin, vallaj po s'më më mbulu bre, ja ti du të më mbulu, s'më shme i në islam pa më mbulu. Ka dalë Allah, ka dalë. Mësoj këto dispozita. Shkallë pas shkallë. Pastaj thote, nëse e pranojnë atër, mësoj se Allahu ka obliguar, thot, 5 kote namaz gjatë ditës dhe natës, transmeton hadithin muttafaqun alejh,
Muttafaqun alej vllazni kur përmendet në hadithe në libra, kur ta lexoni muttafaqun alej është për qëllim Buhariu dhe Muslimi. Ittifaq kanë Buhariu dhe Muslimi. Ibrahim et-Tejmiu, Allah më shiroft, ka thënë: kush e siguron veten e tij nga sprova pas mikut të Allahut Ibrahimit, ai tha: më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Subhanallah. Ibrahimi a.s. vllazni, apo pejgamberi Allahut, babai i pejgamberve, ai pe lut Allahun subhanahu wa taala tu e njof shirkun. Pi thot: ja Rab, ru mu dhe pasardhësit e mi nga shirku, nga idhujt. E ti këto po menon që je i rujtëm, a ju mësune, ku më shkune për derse, e di që ka të ujdi edhe shirkë edhe kërpuna. Jo, vallahi. Vallahi jo. Për atë arsye bëni dua, për atë arsye bëni dua që Allahu më ruaj deri në frymën e fundit. Sa vllaznia, sa njeriu, sa thirrsi, para 20 vjetë kanë qenë ndryshe, sot janë ndryshe. A kemi shembuj? Vallahi kemi shembuj plot. Vallahi kemi shembuj plot. Qof në shehwat, qof dynjoja i ka kop, qof në shubuhat, në dyshime kanë deviju. Ja mukallibel qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rotulluesi zemrave, përqendroj zemrën time ala dinik, në dinin tonë. Bëne që dua ta nkonë sejdë vëlla. Se rruga është e gjatë, fitnet jetë mëdha, apo shini fitne ta nkonë më të mëdha çdo vjet. Subhanallah, Enes ibn Maliku ka thonë, thot ajo që ishte më herët, thonim shumë e lehtë është në krahasim me këto tash që po ndodh. Një Allah e din mas 2 vjetë çfarë fitnë ndodhin. Një Allah e din mas 2 vjetë, mas 3 vjetë. Sa mund me qëndrum këtë din të Allahut subhanahu wa taala. Andaj bëni dua, më koni përqëndrueshëm fe. Se shejtani kur nuk nalet me të manipulu. Se ka përvojë shumë, njerëzit mi largu prej dinit të Allahut subhanahu wa taala gradualisht. Ka dale. Njerë të largon prej derseve, mas të largon prej xhamis, mas të largon prej vllaznive, mas të largon prej leximit, prej ku e diune takimeve të ndryshme. Ka dale, ku ta shohësh ke shku shumë larg. Ku është ajo ku? Që shëm kon thu vetë me veti, subhanallah. Ai kujtohet në kur që shpe thot vllazimi kur kemi në islam. Unë që thom kur kemi në islam, po kur ja kemi nisë namazit e sen këto, çfarë knatësie kemi pas. E lut do më thonë me nostalgji e mbajmë mend atë kohë, namazet e para, namazet e natës, duat. Më thonë ato secili prej nesh i din. Lusim Allahun azza wa jall me na qenë të përqëndrueshëm në fenë Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Mujib ibn Musa al-Azbahani ka thënë, derisa shoqëroja thot Sufjan al-Thaurin gjatë udhëtimit për në Mekke, e pash që çante shumë po kante. I thash atij, o Ebu Abdillah, ka pas kunjen, pseudonimin. Kjo çarja jote është për shkak të frigës për mëkatet apo për çfarë? Po kanë që ke bo gjunahe apo për shkak e tukajt? Mujibi vazhdon së treguari duke thënë, Sufjani mori një shkop të vogël, e hodhi atë edhe tha, vërtet mëkatet e mia janë më të pavlefshme se ky shkop. Mirë po friksohem se po më merret tauhidi. Që kjo është? Se ti gjuna e bën. Mirë po kthehesh me lehtë Allah subhanahu wa taala. Po të mirët tauhidi. Po të morë tauhidi. Nuk është çështje e lehtë. A e din që edhe mos mbështetja në Allah subhanahu wa taala në fitnet e ndryshme ta zbej tauhidin, me pas tauhidin e fort, fitnet i te i kalon shumë lehtë. Hiç mos e qof, fitnja pasunis. Tash nafta, a u rrit? Muslivati veç, ç'a do të bëhet? 1.80 të bëhet. Ç'a do të bëhet? Çish do t'ja qes fundi? Kjo është mos mbështetje në caktimin e Allahut, mos mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Çaj Allah, para 1.80 euro, çaj Allah është edhe sot. Të mbron Allah subhanahu wa taala. Edhe në pandemi e kemi pas 2 euro, 1 euro 90. Po zbriti. Shosha nuk bën më shqetësu muslimani.
Po duhet më mbështet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kur e keni tauhidin e fuqishëm, gjërat lehtë i kalon me lejen Allahut subhanahu wa taala. Dobi të nxjerra nga këto argumente paraprake është që adhurimi i drejtë i Allahut nuk arrihet vetëm se pas mohimit. Gjëja e dytë është më e madhe me të cilën Allah ka udhëruar është tauhidi. Urdhri për mësimin e tauhidit, që kemi shtjelluar në dersit e kaluara, llojet e tauhidit, llojet e shirkut, llojet e nifakut, llojet krejt kitabut tauhidi kemi shpjeguar, Sheh Fauzanit, komentim Sheh Fauzanit, krejt i kemi shpjeguar. Kushdo që i ka harru, le të kthehet edhe një herë, le të kthyer. E sidomos shembujt se harrohen. Shirku i madh, shirku i vogël, shirku i hapt, shirku i fsheft, shirku me vepër, shirku me fjalë. Këto janë lloje nën lloje që muslimani duhet mi ditë. Cili shirk të nxjerr pi fesë, cili shirk nuk nxjerr pi fesë, cili nifak të nxjerr pi fesë, cili nifak nuk nxjerr pi fesë, cili kufër të nxjerr pi fesë, cili nuk nxjerr pi fesë. Këto duhet me i ditë muslimani. Nuk bën me i përzi. Pastaj kapitull tjetër është kaptia mbi dhuntin e Islamit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë me një ajet kuranor: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot u apërsosa fen tuaj. U akëm përsos. Që po qënë ti, mas 15 shekujve, bidate me bo gjëra të reja. Ti po do me thonë, që je mëj meqëm se pejgamberi sasam dhe sahabet, edhe po shpik gjëra të reja që si ka bo Muhamedi a.s. Dhe Allah thot, sot u apërsosa fen tuaj, e plotsova dhuntin time ndaj jush, edhe e zgjodha Islamin me qenë feja jote. Ajeti tjetër, kush kërkon thot fe tjetër pos Islamit, thot nuk do t'i pranohet edhe ai në botën tjetër ka me qenë prej të humburve. Vaj për ata, mirë për ata që e lojnë këtë din madhështor, por nuk e njohin. Wallahi një njeri, një musliman që e njeh dinin e vet kur nuk e lën. Kur heq. Prehet, në shpat prehet. Copja bëjnë trupin, nuk e le dinin. Nuk e le. Ndoshta në atë imponim të madh, ndoshta me gjuhë mund të shprej kufër që e ka përmendur Allahu në Kur'an, por se zemra ati kur nuk e le dinin. A e dini vllazni, kur ortodoksët shkia malezeza, kur janë konë shqiptarët, kur kanë dashur me i bë krishter, çfarë dhun të madhe kanë pas. Subhanallah, vetë që e kanë shfrih ndoshta apo ku e diune nga dhuna. E kanë shprej, nuk e kanë shprej pak rëndësi ka, kanë shku, subhanallah, pasi që kanë ikë shkijet, ortodoks të malezes dhe shkijet, kanë shku në përlum të ulah, me fetfane vetë, subhanallah. Më dhënë mu pastru dhe mek, subhanallah, tut, kanë pas presion të madh, vetëm e pranu kryqin, edhe jënë tut, ndoshta kanë shprej në i fjallë prej gjuhës, qysh mu pastru, e kanë pa një lumë, kanë shku në lumë, jenë pastru, vetëm mu pastru për shirkut, prej kryqit. E sot tipi shkon me vetë dëshire bën kryqin. Allahu Akbar. Po, udhëzimi janë dorën e Allahut. Allahu Azza ja u din zemrat e tyne. Para të arsye, edhe shkojnë adhurojnë diko tjetër pas Allahut. Adhurojnë statuja, adhurojnë idhuj, i bëjnë vetë, edhe shkojnë i lutin, Allahu Akbar. Farfe madhështore i kemi na. Pastaj thot, kjo është wa hadha siratin mustaqima, kjo është rruga ime e drejtë. Thot, ndiqeni edhe mos shkoni rrugëve të tjera. Nga Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu transmetohet të ketë thënë, pejgamberi sa më ka thonë, Allah më ka urdhëruar, thot, të lexoj ty. Edhe thot, dhe lexoj. Ata që nuk besojnë prej thorëve të librit, jehud dhe krishterë, dhe idhujtarëve, mushrikëve, thot nuk do të largoheshin nga mosbesimi i tyre derisa tu vihet dëshmia e qartë. Dhe lexoj, vërtet feja e vetme e pranuar te Allahu është Islami, s'ka tjetër. Nuk ka tjetër. Ademi alayhis salam musliman ka qenë. Isa alayhis salam ka qenë musliman. Thot jo judaizmi, jo krishterizmi, e kush punon mirë nuk do të turpërohet, por do të shpërblehet. E çfarë Zot është ai? Nëse kish mi pranu disa fe, çfarë Zot është ai? Një Zot është, një akide është, një besim është. Dhe me këty po ta ndaloj ka alkoolin, ndërsa atynve tjerë pi thot pini alkool, a? Ty po do të ndalon diçka e ati pja lejon, ty po ta ndalon, a? Ky nuk është Zoti i vërtet kështu. Zoti është një.
Dhe feja e Zotit është një, s'ka tjetër. Jo dogm, ideologji, ku e dione, jo, çështu është. Ndash pranoj, ndash mos e pranoj. Pak rëndësi ka për mu ti e pranove se pranove. Ti ke me dhënë llogaritë tek Allahu subhanahu wa taala. E jemi është me tregu ty me thonë shiko. Në botën tjetër kime pas shumë të vështirë çështjen. E nak ditë kur të vendosin në varr, kur të vinë me lajket, kur të pyesin. Dhe kur thot kush është Zoti yt, kush është pejgamberi yt, kush është feja jote. Kur ti thu ha la edri, thot ha habitshëm, jo që kesh. Se disa kanë mendu që kesh ha. Jo, ha la edri, nuk e di thot. Pi vjen zonë e madh, të merrus. Ti s'po din me thonë që Zoti im men rabbuk. Kush është Zoti yt? S'din me thonë Allah, subhanallah. Pse si ja ka mundsu Allahu këtë botë me shpreh fjalën e Allahut? A e dini? Plot njerëz ku ti thush thuj la ilaha illallah keshtet. Ti po më kallzon mu. Si ja mundson Allahu me thonë la ilaha illallah? Nuk ja mundson vllazni. Thot musliman jam, thuj më la ilaha illallah. A pse e di unë, e di. S'mund me thonë. Qysh po ta thon Allahu mos falsit e namazit në ditën e gjykimit, kur urdhron me bo sejdë apo ruku apo mu ul, dhe më thonë mu nënshru Allah subhanahu wa taala, kam ju bloku shpina, nuk kanë me mujt me ra, asë në ruku, asë në sejdë, pëse se në këtë botë ju nuk keni bo sejdë. Atër është e vështirë. Pastaj thot Ebu Hurajra Dausi radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sa ka thënë, pasha atë në dorën e të cilët është shpirti i Muhamedit alayhi salam, nuk dëgjon për mua ndonjë nga ky ummet, qoftë hebrej, jahudi apo krishter, pastaj vdes duke besuar asaj me të cilën jam dërguar, vetëm se do të jetë prej banorëve të zjarrit. Kushdo që dëgjon prej jehudëve dhe krishterëve për Muhamedit alayhi salam dhe refuzon, ky ka më kon banor i zjarrit. Disa problemove kanë thonë, nëse nuk ka dëgju, nuk e ka ditë, në këtë botë ata gjykohen si kufar, se jahudët krishterët janë kafira sipas Islamit, në botën tjetër Allah subhanahu wa taala nuk është i padrejt, ju dërgon edhe një pejgamber. Edhe një pejgamber, po themi hipotetikisht nëse nuk i ka ardhe vërteta. Nëse merrni për çdo person, apo nëse nuk i ka ardhe vërteta dhe ka vdekur në kufër në shirk, gjykohen si kafira. Se Allah në Kur'ani ka potencu që janë kafira ata. Kushdo që bën kryq është kafir, apo edhe në botën tjetër e merr dispozitën në këtë botë si kafir, në botën tjetër kanë me dalë para Allahut, para një profeti që Allah subhanahu wa taala ka më dërguar, nëse e pranojnë, mirë, se pranojnë, futen në zjarr. Nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu transmetohet tek e thënë, pejgamberi sa me dorën e tij e bëri një vin tokë vëllazni. Çështo. Edhe tha wa anna hadha sirati mustaqima. Dhe kjo është rruga ime e drejtë. Pastaj bëri disa viza në të djathtë dhe në të majtë. Rruga e drejtë është kjo. Në djathtë dhe të majtë janë rrugica. Në secilin rrugë, në djathtë dhe të majtë është nga një shejtan që thret. Pikallëzoj një rast një vëlla e kish pa një ondër. Pikrisht, domethënë ai nuk e ka komentuar në ndër këtë hadithin. Mirë po, komentohet me këtë hadith. Thot e pash një grup të hecë rrugës drejt. Tha i pash disa njerëz në fillim të grupit, domethënë në fillim të ecjes, që i thirrnin nga ky grup, apo për të dalë nga ky grup i drejt, kështu që është të ecë tek këta. Edhe mo nuk u kthen te këtu. Vazhdonte u paksonte numri. Vazhdonte ky grup. Në fund dikura gjatë rrugës dule edhe një grup tjetër. Edhe ai grupi tjetër tu i mashtru këtë grup tu e tërheq. Te grupi i parë pjo jep ushqim, pjo jep para grupi i parë. Pjo jep fruta, ku e diune, të mirat e kësaj dynjos. Te grupi i dytë po i fut dyshime, shuphe. Edhe e pyti një shejh jashtë, i komentoj, tha, kjo është gjendja e Davidit. Ata që jenë të ecë në këtë rrugë, të drejt, është ata që jenë në grupin e shpëtuar. Ndërsa këto dy grupe, tha, një grup, tha, do të devijojnë nga ky grup që
kam i marrë dynjoja, vllazni. Kam i marrë dynjoja, jo që kanë shqypen fi, jo që kanë melon fin, po dynjoja kam i marrë. A e din feja që është e vërtet? Po dynjoja kam i marrë. Kam i largu prej xhamatit, prej derseve, prej ku e diune, edhe kanë me deviju. Se thot nuk po kthehen më prap te grupi. Allahu Akbar. Pastaj e dyta, shubha. Më thonë çka? Dyshimet e mëdha janë fi. Dyshime, elal. Edhe më nuk kthehet. Më thonë çështje shumë e rrezikshme. Në mund të komentohet edhe me këtë hadith, që thonë pejgamberi sa djatha dhe e majta nga një shejtan që ndron tërkohën. Wallahi veç hin Facebook habibi, veç Allahu që na ruan. Sa fitne, sa lajme, sa sene, qohet muslimani, ndërton baza, ndërton gjykime mbi lajmet e kufarve. Shkon merr lajmin e kafirit, merr BBC, CNN, ku e diun e kafirat që kanë shkruajt për muslimanët dhe ndërton bindje me të shajt ty. Nuk për muslimani kështu më kono vllazni. Muslimani nuk i lejohet prej muslimani gjunaqçar me marr pa e verifiku lajmin. E lërë mo pe kafirit me marr vëlla. Çish po ngriti dispozita mbi lajmet e kafirave? Ata kanë qef me përsha muslimant. Kanë qef fitne me shtimes muslimanve. E çish i merr ti lajmet për tyre? Do thonë kjo është e zeza e kësaj. Pastaj lexoj fjalët e Allahut, kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni, mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e tij, kjo është ajo që porosit. Ndërsa Ebu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu ka thënë, vërtet Allah ju ka shpëtuar ju me Islamin dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mujahid al-Makki rahimahullahu taala ka thënë, nuk e di cila dhunti për mua është më e madhe, që më udhëzoj në Islam apo që më shpëtoj prej këtyre devijimeve dhe epsheve. Nuk pe di çush me falenderu Allahun, që më udhëzoj në Islam apo që më largoj prej devijimit të epsheve. Plot ka musliman që në për epshe, në për alkool, në për droga, në për gjëra të ndryshme, vjedhje, ku e diune. Dhe kur ti kthehen Allahu subhanahu wa taala është kënaqësi e madhe, ndërsa Ebu Yusuf al-Qadi rahimahullahu taala ka thonë, kulmet e dhuntive janë tri vllazni, kush i ka të trijat lum për ata. Cila është e para, është dhuntia e Islamit pa të cilën nuk plotësohet asgjë tjetër. Më së pari është Islami, që ta ka mundsuar Allahu më kon musliman. E dyta është shëndeti. Shëndeti është sa i madh. Kur s'ki shëndet as ibadeti nuk mundesh me bëj ç'ish duhet. Apo? Dhe e treta është pasuria, dhuntia pasurisë pa të cilën nuk mund të jetonim. Se pasunia është mjet Allah. Nëse i kish të trijat, natë ditë falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Islami, shëndeti dhe pasunia. Pastaj këto e gjeni tek Hatibin në Tarihul Baghdad. Kapitulli mbi pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa taala: Thuaj o Muhammed, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Mushrikët e Mekës, idhujtarët e Mekës, po dhe tek ne, kur ja përmend dikujt Allahun subhanahu wa taala, një njeriu që është mëkatar, që sa kërkon me fe, qohet në komo Allah i madh, ne këni. Në kohën e pejgamberit alayhi salam, disa mushrik kanë pretendu që e dojnë Allahun. Ata nuk e dojnë Allahun, krijuesi absolut, ata i kanë besuar Zotit, pe kanë bërë shirk. Allah ju ka sfidu veç me një ajet. Thot nëse, thuj ka thonë, o Muhammed atynve, nëse ju e doni Allahun azza wa jall, atër thot më ndiqni mua. Ndiqni Muhammedin alayhi salam. Jo, se ndjek. Krypuna. Po se ndjeke Muhammedin alayhi salam, ti nuk je duke ndjek as Allahun subhanahu wa taala, se ai po të obligon, po të urdhon me ndjek Muhammedin alayhi salam, që Allahu t'ju doj dhe t'ju fal gjunahet. Në të dërguar në Allahut ka një shembull të mrekullueshëm, le të friksohen, thot ata që kundërshojnë urdhrin e tij, se ka për t'i zënë një sprov ose që të mos i godasnë ndë një dënim i dhimbshëm. Paramendo që ta jetë të citoni Imam Maliku vetëm pse dikush e pyet Imam Malikun, që sa kanë qenë kujdesshëm imam të mëdhajt muslimanëve. I dini mikatet që në haqë, që bëhet njeti për haqë dhe për umre, që vishësh, apo, i hramin e njeti që falet 2 rekate, është vendi caktuar. Edhe qëfar, thoto imam,
thot, a ka mundësi une me bo njetin, thot, po e zom një 50 metra, 100 metra, apo 2-3 kilometra, apo, ku e di une? Jashtë qati vendit mikatit të bëj, ma herët të bëj, thot, jo zban. Po thot, nëse e boja, ka diçka keq apo? Thot, kam frikë që futësht e ky ajet. Le të kanë kujdes, le të friksohen ata që kundërshtojnë urdhën e profetit a.s. se ka për të zonë një bela. E Imam Ahmeti thot për që të belan, thot ka mundësi me ra njëri në kufër apo në shirk. Ti e qëtu vlla jam, edhe për e ki Resulin a.s. që aty. Resulin a.s. po thot bëje këtë. Ti po thosh jave se më ka thonë filon e hoqë ashtu. Resulit a.s. jetu e kundërshtu. Andaj ke kujdes, po ashtu pejgamberi sa nga Abu Huraira transmeton, i tër ummeti thot ka me hinë xhennet. Subhanallah. Këtë ummeti jam ka me hinë xhennet. Përveç ati thot që refuzon. E kush refuzon me hinë xhennet? Ka ne musliman që thot s'du me hinë xhennet? I than o i dërguari i Allahut, e kush e refuzon hyrjen në xhennet? I than, kush më pason mua, ka për të hyrë në xhennet. E kush më kundërshton mua, ka për të hyrë në xhenem, nuk ka me hyrë në xhennet. Sepse pyetja ishte sfiduese. Këtë muslimanët kanë me hyrë në xhennet. Edhe është normale që muslimanët herë do kur në fund kanë me hyrë në xhennet me lehtë Allahut nëse kanë tauhid, nuk kanë shirk, kanë me hyrë në xhennet. Po pas dënimit që e kanë bërë mëkatet gjatë të jetës së tyre. Nga Aisha bint Abi Bekr radhiyallahu anhuma transmetohet të këtë thënë. Pejgamberi sa ka thënë, kush shpik men ahdatha fi amrina, kush shpik në çështjen tonë diçka që nuk është prej fesë tonë, prej fesë saj, thot ajo është e refuzuar, këtu hyn bidatet. E mirë vllazni, çto kamerat, telefonat, çto, a janë bidate? A janë bidate as janë bidate, çfarë po thoni? Ha? Apo, pejgamberi sa po thot? Dënjos, e bidatet mira. Du të me bo dalimin mes mjeteve, vllazni. Mes mjeteve. Shkronja të në shkronja, s'po ndryshëm kur gjona. Veç mjetin. Po e bëjmë ma mirë, po e qesim qëto, apo ndryshojmë diçka? Jo. Ka ligjëru Muhamedi a.s. edhe na po ligjërojmë. Apo ndryshojmë diçka? Jo. Mjeti po ndryshon, karika po ndryshon, tavolina po ndryshon. Kamerën që e qesish live, që i bën video po ndryshojnë. Po këto e mjete. Po mos harroni vllazni, subhanallah. Për kundër asaj që ka qenë mjete, sahabët kanë qenë shumë të kujdesshëm edhe në mjete. Bile, subhanallah, kanë shku deri në atë mos që në friksu me mbledh Kur'anin me një libër. Tut mos po kundërshtojnë diçka. Edhe pse realisht ajo lejohet. Edhe pastaj e kanë mbledh apo mushaf e kanë bërë një libër, sepse janë konë të shpërndara një sura aty, i kanë shkruajtur nëpër fletat pemëve të ndryshme, dryme të ndryshme, dhe pastaj i kanë bashku. Pastaj thot Ibn Mesud radhiyallahu anhu ka thënë, pasoni dhe mos shpikni se vërtet ju mjafton ajo me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu Malik ibn Anas thot, sunneti është sikur ania e Nuhut alayhis salam. Kushdo që praktikon sunnetin është sikur me hyp tek ania e Nuhut alayhis salam. E kush s'ka hyp në anijen e Nuhut alayhis salam, çka u bë? U shkatru. Për Allah subhanahu wa taala. Para mendo, subhanallah. Nuhu i ka urdhnu ata pasues të vet për me e bë çka? Me bë anijen. Edhe kretën që hajgore të bë. Ani ko po tam me bë anije. Si për shembull çto më kon me një mal caktum, edhe më anis me bë ti për shembull një anije. Edhe mi thirr njerëzit, edhe mi thon shkoni te anija atje, apo unë kam kërcënim për ju, apo paralajmërim që Allah subhanahu wa taala kam ju dënu. Andaj keni kujdes këtë hajgare të lujt. Po Allah subhanahu wa taala i dënoi. Veç ata që ishin brenda anijes, nuk i dënoi, i shpëtoi. Dhe u trashëguan pastaj. E Imam Maliku, shiko, po e krahason sunnetin me anijen e Nuhut alayhis salam. Sunneti ose ani madh vllazni. Pse kanë thonë ahli sunneti wal jamaa? Ahli sunneti wal jamaa. Ka qenë pasus të islamit, apo, dhe ka qenë pasus sunnetit. Pasus i islamit është termi gjon i muslimanve. Po brenda pasusve të islamit i ki 73 grupe. Apo,
kulluha fi nar, gjithë në zjarr, përveç njënës. E pastaj hin pasues të sunetit që janë tek grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar. Ndërsa Ahmed ibn Hanbali, Allahu mëshiroft, në letrën e tij dërguar Abdul al-Attar thot ka thënë bazat e sunetit tek na janë të kapurit pas asaj, për të cilën ishin shokët e pejgamberit alayhi salam, si dhe pasimi dhe imitimi i tyre dhe braktisa bidateve, nga çdo bidat është humbje. Sa minuta apo? 5. Atëre po e krym. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu